Këshilltarja presidentes Vjosa Osmani, Donita Ikadaj Bujupi ka reaguar ndaj deklaratave të ish-kryeministrit Abdullah Hoti, duke cilësuar atë si njeriun e fundit në Kosovë, që mund të flasë për moral politik. Dhe një postim në Facebook Bujupi kujtoi kohën kur Hoti mori detyrën e kryeministrit, duke thënë za ju bë në përk shkelje dhe keq përdorimit të vullnetit të qytetarëve pa fituar vota për vete dhe në mënyrë krejtësisht kundër kushtetuese. Ai jushtoi se gjatë mandatit të tij, Hoti nënshtrua para presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe e quajti modelin e tij të politik bërjes shembulli më i keq që qytetarët duhet të shmangin. Në vijim postimi i saj plot, Abdullah Hoti është njeriu i fundit në Kosovë që mund të flasë për moral politik. I bërë kryeministër nëpërmjet shkeljes së keq përdorimit të vullnetit qytetar, pa votat të tij në mënyrë krejtësisht kundër kushtetuese, e duke nënshtruar para Vučićit për ata pak muaj se ishte kryeministër, modeli i tij i politik bërjes është shembulli më i keq që qytetarët shumë moti e kanë kuptuar se nuk duhet ta ndjekin, edhe sot pas ka tentuar të mashtrojë sërish. Sa i përket deklaratës së presidentit son, ajo ka qenë i qartë se votimi i zgjatjeve buxhetore plani i rritjes së buxhetit i RDK-s, qindra miliona të bankës botërore e tjerë janë çështje në vullnet të partive politike të përfaqësuara në kuvend, pra në vullnet të gjitha partive, jo vetëm njërës apo tjetrës. Presidentja ka propozuar që me që partitë opozitare nuk janë dakord që këto vendime e ligjet të procedohen në kuvend nga qeveria në detyrë, kjo të bëhet nga presidentja brenda kompetencave kushtetuese dhe nga vetë deputetët, përsëri brenda suazave kushtetuese, që gjë jo vetëm që lejohet, por është e parashikuar në mënyrë taksative në kushtetut dhe në ligjet në fuqi, pra mundësia për të kaluar edhe planin e rritjes, edhe zgjatjen buxhetore edhe marrëveshjet me Bankën Botërore dhe buxhetin e RDK-s dhe shumë vendime të tjera ekziston, por ekzistojnë edhe njerëz si Hoti, që i gënjejnë qytetarët pa pikturpi sepse në asnjë mënyrë nuk mendojnë se moskalimi i këtij vendimi mund t'i humbë Kosovës mbi 1 miliard euro dhe në mungesë të buxhetit mund t'i lërë mijëra familje pa paga, pa ushqim, pa barna të nevojshme e pa institucione funksionale. Hotit natyrisht kjo si intereson ashtu se nuk i ka interesuar kur prioritetin e ka të sulmoj presidentin, njësoj si atëherë kur thoshte se Vjosa Osmani du të marrë 0 vota.